Faleminderit që jeni prezent, ishim edhe sot sikurse çdo vit në klinikën e onkologjisë, që si president të japim një mbështetje së bashku me zonjën Nafie dhe shoqatën Jeta Vita. Mbështetje e cila në shiqim të parë duket simbolike, megjithatë ka rëndësi të madhe për mbështetjen psikologjike që i japim pacientëve. Diku 640 pako onkologjike janë si vjet donacion nga presidenca dhe këto donacione jemi duke i ofruar për pacientët që kanë vuajtur dhe vuajnë nga kanceri i gjirit, që 4 vite me radhë do të thotë e kemi këtë bashkëpunim. Natyrisht që përpjekjet tona nuk përfundojnë me kaq, sepse çdo vit shtyjmë përpara edhe amandamente në buxhet që do të arrisin buxhetin e nevojshëm për listën e barnave, të cilat janë të domosdoshme për pacientët me këtë lloj kanceri, por edhe të gjithë ata që janë pacientë të onkologjisë. Do të vazhdojmë këto përpjekje edhe me mbështetjen e doktorëve, të cilët më mirë se çdo kush tjetër e dinë se për çka kanë nevojë pacientët. Diskutuam edhe sot për nevojat me cilat ballafaqohen, duhet të rritet edhe numri i stafit, na duhet edhe qendra kujdesit paliativ, një çështje të cilën po e shtyjmë përpara së bashku me zonjën Nafie që disa vite tashmë dhe shpresoj që do të bëhet realitet së shpejti. Përmirësime ka të jashtëzakonshme, megjithatë akoma nuk jemi aty ku dëshirojmë të jemi, kështu që mbështetja jonë jo vetëm për këtë klinikë, por në përgjithësi të gjitha klinikat brenda QKUK-s do të jetë e vazhdueshme dhe si president gjithçka që është në dorën tonë do ta shtyjmë përpara që të përmirësohen shërbimet, që të rritet numri i infermierëve dhe stafit, që të rritet numri i barnave të cilat pacientët kanë qasje të drejtë për drejtë pa pas nevojë të blejnë vetë, po mbi të gjitha janë barna që shpëtojnë jetë apo edhe rrisin jetë gjatësinë dhe kjo është jashtëzakonisht e domosdoshme në mënyrë që mos të shiqohet për mundësi që këto trajtime të bëhen jashtë. Ajo çfarë ka bërë zonja Nafie së bashku me stafin e kësaj klinike është e jashtëzakonshme përgjatë shumë viteve, nëpërmjet ngritjes së zërit kanë arritur që një numër i madh i pacientëve ta zbulojnë këtë sëmundje në stade shumë të hershme të rrjedhimisht të shpëtohet jeta e tyre. Në të kaluarën ka qenë pikërisht e kundërta, zakonisht është zbuluar në stade të vonshme kur ka qenë tepër vonë për të shpëtuar jetë, sot ndodh e kundërta. Shumica zbulojnë shumë herët, prandaj meqense akoma jemi në tetor, por jo vetëm se jemi në tetor, u bë thirrje të gjitha grave dhe pacientëve potencial, edhe burra që të bëjnë kontrollat e nevojshme, ato ofrohen këtu në QKUK, dhe mos ta shohin vetëm tetorin si mundësi, por edhe çdo muaj tjetër të vitit, sepse siç e kemi thënë gjithnjë, parandalimi apo zbulimi i hershëm ka shpëtuar shumë jetë dhe mund të shpëtojë edhe më shumë edhe në të ardhmen. Faleminderit për angazhimin e pashoq, zonja Nafie, faleminderit për angazhimin heroik, secilit prej doktorëve në këtë klinikë dhe çdo klinikë tjetër, infermierëve dhe stafit përcjellës, të cilët bëjnë punë të jashtëzakonshme dhe e pam këtë edhe nga vetë mënyra se si pacientët flasin për këto shërbime që i marrin çdo ditë. Cili do të thonë po? Atëherë, mirënjoh se çdo herë për gjithë ndihmën edhe përkrahjen që kemi nga presidentja, që nga koha kur ka qenë deputete, kryetare e kuvendit dhe si presidente, jo vetëm me pakot onkologjike që i mbulon të gjitha nevojat e grave, rastet të reja që diagnostikon në onkologji, por edhe për gjitha kërkesat tjera të nevojshme, si për staf, për lokal, për aparatur, barna e gjitha nevoja tjera. Fundit është kjo nevoja e domosdoshme, ta themi, për një qendër për kujdes paliativ, e cila i mungon Kosovës dhe pacientëve kosovarë. Njëkohësisht shumë mirënjohëse ndaj stafit të klinikës onkologjike në krye me drejtorin Ilir Kurtishi, të cilët bëjnë punë të jashtëzakonshme me pacientët. Pacientët më të rëndë për smundjen e kancerit. Këta janë 24 orë në shërbim të tyre dhe e bëjnë të pamundurën që t'ja u lehtësojnë dhimbjet, t'ju ndihmojnë dhe t'i shërojnë. Ju faleminderit shumë. Në emër klinikës onkologjisë e falenderoj shumë presidenten për kontributin e jashtëzakonshëm
gjatë gjithë kohës, pra qysh edhe më herët si deputete, po sidomos tash si presidente, e cila në forma ndryshme ka ndihmu sektorin shëndetësisë e veçanërisht klinikën e onkologjisë, dhe këto pako të cilët sot u shpërndan për pacientë të cilët janë me kancer kanë një impakt shumë të madh edhe në aspektin psikologjik edhe fizik të pacientëve dhe shpresojmë që ato të shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë edhe racionale. Falenderojmë shumë edhe për kontributin jashtëzakonshëm vitin e kaluar presidenten, e cila së bashku me deputet parlamentit, Ministrinë e Shëndetësisë ka bërë të mundur që ne sot kemi disa barna të cilët kanë impakt direkt në jetëgjatësinë e pacientëve, të femrave me kancer gjirit dhe të personave të cilët kanë tumore të lëkurës ose melanoma, dhe morëm prap një zotim nga presidentja e cila do të na ndihmoj, në fakt do të ndihmoj qytetarëve të Kosovës që të kemi barna edhe më shumë vitin e ardhshëm në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë, që qytetarët tanë të kenë do trajtime adekuate, korrekte në klinikën e onkologjisë. Meqense numri i pacientëve të cilët ne trajtojmë gjatë ditës ka shifra 200-250 vet, dhe më shumë se 1500 raste të reja për herë të parë si vjet janë lajmëruar në klinikë. Kjo tregon se sa është e domosdoshme që të kemi furnizime të rregullta me bana, të kemi aparaturë të cilën veç e kemi, ta modernizojmë, të kemi staf infermieror dhe të bëjmë më të mirën e mundshme që secili qytetar i Kosovës të trajtohet në institucionet publike, pra të secili qytetar që ka tumore maligne të trajtohet në klinikën e onkologjisë. Një falënderim i veçantë për zonën Afije, të cilën e përgëzojmë për gjithë kontributin qysh viteve të mëhershme, sidomos së fundmi, dhe e cila është një avokuese e fuqishme dhe zëri jonë në institucionet qeverisë të Kosovës, dhe e cila ka bërë shumë dhe vazhdon të bëjë shumë për gjithë pacientë e Republikës sonë, të cilët kanë jo vetëm kancer gjirit, por gjitha llojet të sëmundjeve maligne, dhe urojmë shëndet, urojmë një jetë edhe më shëndetshme, më të mirë, dhe të vazhdoj kontributin të cilën e ka realizuar deri sot. Dhe së bashku me presidenten, ju dëshirojmë fat dhe suksese shumë në jetë. Me qemi në muajin e rozë, të sa është numrit prej kurve aktualisht, pra me kancer të gjirit? Ne për 9 muajt e vitit 2025 kemi 330 raste të reja me kancer të gjirit, që është numër i njëjtë me vitin 2024, dhe prej tyre janë 3 meshkuj. Pra ky numër sillet përafërsisht njëjtë këto 2 vite të fundit, dhe mendojmë që deri në fund vitit do të kemi rreth 460-470, që është lajm i mirë, meqense kemi një plato, pra nuk kemi trend të rritjes së sëmundjeve maligne krahasim me vitin 2023 ose 2022. Dhe me këto kapacitete të cilat ne i kemi dhe të cilat shpresojmë të zgjerojmë, ne mendojmë që mund të dalim ballë dhe me sukses të trajtojmë gjitha këto raste të cilat kanë nevojë për trajtime sofistikuara. President, për një çështje tjetër, e dim që ka rrjedha fati për formimin e qeverisë, a pritet që të kemi shpejt formim të institucioneve duke marrë parasysh ngecën që kemi tash me pothuajse gati një vit? Tani ju e dini që përkundër angazhimit tim të vazhdueshëm që të kemi konstituim të kuvendit, ajo çështje është varë kryekput nga vullneti i partive politike dhe i deputetëve të kuvendit të Kosovës, por më në fund edhe ai proces u përmbyll. Kemi kuvend plotësisht të konstituar dhe pas asaj unë me njëherë të nesërmën kam mandatuar kryeministrin në detyrë, i cili është nominuar nga partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit si kandidat për kryeministër, dhe tani nga data që është nominuar janë 15 ditë, natyrisht që afatet rrjedhin, mirë po negociatat për koalicione bëhen vetëm ndërmjet partive, apo në rastin konkret edhe mund të bëhen edhe me deputet, por janë diskutime mes partive politike në të cilat si presidente nuk do duhej të ndërhyja. Rrjedhimisht edhe unë nuk mund ta di se deri ku kanë arritur ato negociata potencialisht, por janë çështje për cilat besoj më shumë informata mund t'ju japin partitë politike të involvuara. Unë shpresoj shumë që do të kemi sa më parë qeveri të Republikës së Kosovës me mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini qeveria në detyrë ka kompetenca të limituara sipas ligjit për qeverinë, dhe kjo pastaj e pengon jo vetëm punën e qeverisë, por e pengon shtetin në tërësi. Sa më parë që të kemi qeveri me mandat të plot kushtetues, aq më parë mund të shtyhen përpara reforma, mund të kemi një buxhet e gjithëpërfshirës, i cili e vendos do të thoya shëndetin e qytetarëve tanë në radhë të parë dhe prioritizon.
Do të kemi edhe vendime të tjera të cilat shtyhen përpara nga qeveria, të cilat janë në interes të qytetarëve dhe në interes të vendit. Por kur do të ndodhë kjo, siç e thash, është në duar të partive politike, të cilat shpresoj shumë do të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe qytetarët e Kosovës, në përputhje me vullnetin e tyre të shprehur në zgjedhjet e fundit, do të kenë qeveri me mandat të plotë. Të premten në Tiranë protestohet për mbështetje të shkretëve të UÇK-s. A mbështesni këtë protestë? E mbështes këtë protestë dhe ka mbështetur secilën protestë e cila thret për drejtësi. Qytetarët e Kosovës dhe shqiptarët gjithandej asnjëherë nuk kanë kërkuar asgjë tjetër post drejtësi. Drejtësi e cila respekton parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Dhe siç e dini, Kosova dhe më konkretisht krerët të cilët tani përballen në Hag, pikërisht pse kanë pasur besim në drejtësi, janë paraqitur para saj, tashmë po bëhen 5 vite, pas një dyshim në drejtësinë ndërkombëtare, por ne si institucionet e Kosovës vazhdimisht kërkojmë që parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore të respektohen dhe unë jap plotësisht të drejtë qytetarëve tanë dhe i mbështes ata sa herë ata protestojnë për të kërkuar pikërisht respektimin e këtyre standardeve. Lufta e ushtrisë zhvillimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për liri, luftë për ta mbrojtur popullin ton, luftë për ta çliruar Kosovën nga okupimi që ka zgjatur për shekuj dhe luftë që ka pasur në fokus mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe mbrojtjen e qytetarëve të pafajshëm, të cilët sulmoheshin, vraheshin dhe masakroheshin nga ushtria serbe. Për këdo që e ka parë me sytë e vet se çfarë ka ndodhur në luftën e fundit në Kosovë, dihet shumë qartë. Ka qenë vetëm një agresor, dhe ajo ka qenë Serbia, dhe ka qenë vetëm një viktim, dhe ajo ka qenë Kosova, populli i Kosovës. Ushtria qëllimtare e Kosovës ka mbrojtur me dinjitet qytetarët e Kosovës, ka mbrojtur me dinjitet Republikën e Kosovës dhe drejtësinë e kësaj lufte ne do ta mbrojmë deri në fund. Faleminderit shumë.